Më 17 prill në mbar botën shënohet dita botërore e hemofilisë, datë kjo që i kushtohet rritjes së ndërgjegjësimit publik për këtë çrregullim të rrallë gjenetik dhe për sfidat e vazhdueshme me të cilat përballen pacientët e diagnostikuar me këtë sëmundje. Hemofilia është një sëmundje e trashëguar që ndikon në mekanizmin e mpiksjes së gjakut, duke shkaktuar epizode të shpeshta të gjakderdhjes, të cilat në mungesë të trajtimit adekuat mund të çojnë në komplikacione serioze shëndetësore. Format më të rënda të sëmundjes shoqërohen me hemorragji të brendshme, kryesisht në nyje dhe muskuj, duke rritur rrezikun për dëmtime të përhershme. Sipas profesionistëve shëndetësor, thuhet se diagnostikimi në faza të hershme dhe ndjekja e protokolleve të duhura të trajtimit janë faktorë kyç në menaxhimin e hemofilisë. Në kuadër të kësaj dite, organizata ndërkombëtare dhe institucione shëndetësore zhvillojnë aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese, duke synuar sensibilizimin e opinionit publik dhe forcimin e mbështetjes institucionale për këtë kategori pacientësh. Tema e këtij viti nga Federata Botërore e Hemofilisë vë theksin tek barazia në çastin ndaj kujdesit shëndetësor, duke rikujtuar se trajtimi cilësor duhet të jetë i garantuar për çdo pacient pa dallim.